së krizës politike. Ndërkaq deputetët po vazhdojnë të marrin paga të majme për seanca të cilat përfundojnë për disa minuta. E qytetarët në anën tjetër po përballen çdo ditë me sfida ekonomike dhe mungesë shprese. Kur do duhej të reagonte gjykata kushtetuese dhe cilat mund të jenë datat potenciale për zgjedhje të reja, do flasim sot në studio së bashku me Makbule Shkodra, analiste e emisionit tonë. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se ju gjej, Gonxhe. Dhe kolegun tonë Enis Reqica, edhe njëherë mirëmëngjes Enis. Mirë, po vazhdojmë me atë që ndodhi gjatë ditës së djeshme. Derisa pam qeverinë në detyrë që po vazhdon me emrime, në anën tjetër pam dhe një seancë të dështuar. Edhe pse Shkodra flitej që nga nata e mëhershme që mund të ketë një marrëveshje në mes të nismës dhe vetëvendosjes, por nuk doli të jetë të tillë. Nuk doli, pra kishim edhe një dëshpërim të radhës, i 23-ti, dhe po kthehem në atë pjesën e parë që e përmende Gonxhe. Pam, pra një qeveri në largim, e cila votoi për emrime dhe për t'ju tërhequr vëmendjen qytetarëve. Ju e shihni do të thotë, njëherë në qeveri, zotri Kurti voton, dhe gjitha ata ministrat që janë bërë deputete, ngrejnë dorën për të votuar, vinë në parlament, përsëri votojnë dorën tjetër. Kjo është e para, do të thotë që në pamje, po edhe në aspektin ligjor, nuk është e lejushme, dhe prandaj e kemi kritikuar sa herë se nuk mund të mbash dy kapela. Kapelën e deputetit dhe kapelën e kryeministrit apo ministrit. Në fakt edhe e përmendi gjatë qeverisë që tha mund të ankohen ose ti menjanojnë këto vendime opozita ose partit të tjera, partit politike. Unë jam e bindur që sepse jeni të plot për këto veprime që po bëhen. Po ashtu, vetëm ta vazhdoj, do të thotë është po ashtu me qeveria e cila është në këtë situatë, pra ata persona dhe janë në largim në pritje të krijimit të një qeverie të re, i kanë kompetencat e limituara. Vetëm mund të vazhdojnë me procedura dhe punë që janë filluar. Nuk kanë të drejtë fillojnë dhe një strategji të re, të bëjnë emrime të reja. Apo përdor qeveria këto emrime të reja si mënyrë për të konsoliduar pushtetin në institucionet kyçe para ndonjë situate të re politike që mund të vijë. Shumë e saktë, Gonxhe. Nëse i shikojmë raportimet e gazetarëve dhe të cilëve me të vërtetë dua t'i përgëzoj sepse po të mos ishin ata ne do të mbeshim në një ter informativ sepse smujmë se cili të ulëmtojmë çka po ndodh. Dhe të gjitha informatat pra që janë bërë raportimet janë se të gjitha këto emrime në një mënyrë ose tjetër ata persona kanë qenë aktivistë të lëvizjes vetëvendosje në të kaluarën, do të thotë secili ka një lidhje me lëvizjen vetëvendosje. Kështu që kjo sjell pikërisht në atë që pyete Gonxhe që qeveria në largim po mundohet që edhe më tutje të vendos, të fut këthetrat në për të gjitha institucionet. Kjo, dhe sa mund të bie ndesh edhe me gjykatat, me kushtetuesen e Kosovës. Unë jam shumë e bindur që të gjitha këto emrime do të sfidohen në të ardhmen. Shpresoj të kenë vullnet të zgjedhurit që janë atje në parlament, të tjerët pra, të sfidojnë këto vendime dhe jam e bindur se do të jenë të paligjshme. Kështu që po ashtu e përmende shumë mirë Gonxhe që ne kishim disa informacione se ndoshta dje mund të dilte ai tymi bardh pra të kemi një zgjidhje, por fatkeqësisht se jo. Tani këta do të mbajnë edhe përgjegjësi në momentin që bëhet zgjidhja, pse na humbën gjithë këtë kohë kur vendi është para një kolapsi ekonomik, pam dje protestat e bizneseve, kështu që presime. Fatkeqësisht as nuk po shihet kjo farë zgjidhje dhe është vërtet problematike dhe tet papërgjegjshëm për mënyrën që kanë kalu 50 ditë në këtë situatë nga 15 prilli, gjatë ditës së djeshme sot janë bërë 51 ditë. Nga 15 prilli është fjala nga dita e parë e seancës së konstituive, kanë kaluar 50 ditë dhe jemi ende në situatën e njëjtë, pa kurfar ndryshime, pa kurfar alternative. Vazhdohet të kalohet e njëjtë. Pra në çdo seancë, nuk e di si nuk i është bërë edhe monoton kjo lloj qasje e udhëheqësve, deputetëve, po me qenë se paga po e siç po thoni, atëherë këta normalisht që ju përshtatet vinë 5 minuta, përfundojnë edhe është e çuditshme sepse në seancat e kaluara normale nuk është që kanë shku kaq shumë deputet. Ndërka që tash përshkojnë për shkak shumë me gjas për e din që 5 minuta ka punë, edhe përfundojnë, vazhdohet me mëditjet e tyre, edhe vazhdohet jeta me luksin e tyre financiar. Mirë, është bashkuar me ne dhe analisti Adrian Zeqiri, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit që je së bashku me ne. Jo, është e kuptueshme, është kjo periudha kohore ku ka edhe shumë trafik, besoj që tani më jeni në ngjarje, sepse na dëgjuat dhe nga
pra pas kenat, flasim pra për zhvillimet e fundit, disa prej emrimeve që është duke i bërë qeveria në detyrë dhe sipas jush Adriana është duke e shfrytzuar këtë amulli, gjithë këtë situatë që është para një situate të re politike që mund të visë shpejti ndoshta në vendin tonë në mënyrë që të konsolidohet pushteti në institucionet kyçe. Po qeveria aktuale ka mandat vetëm kujdestar, në kuptimin që çdo vendim të madh që e merr në këto momente pa një mandat të qartë prej kuvendit është vendim i jashtëligjshëm. Mandati qeveritë kujdestare i zakonisht kanë mandat administrativ. Pra nuk duhet të merren me emrime të tilla apo jo? Me emrime të larta jo gjithsesi, sepse nuk ka mandat për emrime të larta. Mandati një qeverie të tillë është që të shpërndan rrogat për administratën publike, kështu me radhë. Nuk ka mandat që... Por kush duhet të reagojë në këtë rast, me qenë se është duke u shkelur ligji dhe nuk ka të drejtë të bëjë emrime të tilla? Mendoj se këto vendime të qeverisë mund të sfidohen në gjykata. Po ku është gjykata? Sipas jush si po e shihni? Unë mendoj që kjo mund të bëhet edhe prej tani më, siç e dim, është bë ose diçka e parafort është bë nga ana e deputetëve lidhës demokratike që e kanë qenë një rast të tillë për disa ministra, mi po edhe vendimet individuale në raste e të kalojnë kompetencat e një qeverie kujdestare, një qeverie administrative, që mirret vetëm me mirëmbajtjen e funksionimeve të shërbimeve bazike të shtetit. Mendoj se nëse të kalojnë këto kompetenca, gjithsesi se ka vend për një sfidim juridik të këtyre vendimeve. Mirë, a mund të jenë zgjedhje të reja zgjidhje të gjithë kësaj situate që është duke ndodhur? Si kemi mbetur ne në këtë situatë dhe nëse nuk e zgjidhim këtë njëje të cilën e kemi parë për që është problematike, frika ime është që nëse edhe shkojmë në zgjedhje të reja dhe arrim në një situatë të ngjajshme dhe del për shembull ndonjë parti fituese e para tjetër, kjo nyja ku ka mbetur, nyja Albulena Haxhiu, një parti tjetër, për kaq muaj po presim ndryshime aq të mëdha? Unë fillimisht nuk besoj se do të kemi nga partit nëse një parti tjetër del e para që do ta keqpërdor këtë hapësirë ligjore. A ka gjasa të dalë një parti tjetër e para në këtë situatë që Po nuk dihet, sepse nga kjo që po shohim, kjo tërzgjatje, kjo zvaritje, fatura kryesore i shkon lëvizjes vetëvendosje, ka një rënje të përkrahjes. Po ashtu edhe ato kanë përgjegjësi ato. Është e vërtet edhe ato kanë një përgjegjësi, por përgjegjësia atyre do të ishte më e madhe sikur lëvizja vetëvendosje ta kishte vetëm këtë kandidate, nuk kam tjetër, po ju nuk po e votoni. Atëherë unë do t'i fajsoja edhe ish opozitën. Po ish opozita, këta kanë edhe mundësit të tjera, dhe këta kanë thënë që këtë nuk e votojnë, por prandaj të dy palët kanë një përgjithësi, por përgjithësia më e madhe kuptohet që është e lëvizjes vetëvendosje. Ndryshimi më i madh në një palë zgjedhje të reja mund të jetë tek dalja në zgjedhje. Unë po besoj që qytetarët janë të zhgënjur me këto çfarë janë të ndodhur. Dhe nëse shkohet në një palë zgjedhje të reja bile kanë frikë që këtë pasojë kanë me përjetu edhe zgjedhjet lokale, sepse jemi afër këtë periudhë shumë afër, andaj dalja e qytetarëve në zgjedhjet lokale ose në palë zgjedhje të tjera nëse mbahen shpejt parlamentare, do të jetë e ulët, marr parasysh një farë dëshpërimi në publik mbi krejt zhvillimet. Do të thotë dyqysh aktualisht e kanë fajt krejt ka pak. Gjitha ka pak, nuk ka puro faj për një subjekt. Normalisht, bara i bjen të parit, a i do të ofrojë zgjidhje. Do të ofrojë zgjidhje, do t'i thras në takime të shpeshta, ose zyrtare, ose jo zyrtare, ose me udhëhecat, ose me rrjet tjetër partijak, por këto takime me gjatë shumë për mungojnë. Tek dje kemi parë, nisë më falë që po të ndërprej, tek dje kishim disa raportime që ka komunikim nga Nait Hasani, me thamë jenë afruar deputetet e vetëvendosjes,
për të kërkuar përkrahjen. Edhe Anton Quni konfirmoi që është kontaktuar nga disa imagjinojeni sa ku ka kaluar. Derisa e shohim pas herë Najt Hasanin afër edhe deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, kemi pa gjatë ditës së djeshme dhe afërve të liderit të kësaj partie. Alën këtë nënkuptoj që ndoshta apo përafrohen dhe mund të dalin Najt Hasani ka pasur qëndrime bagët pavarura dhe të prerura edhe në kohën e kaluar, nuk e çante kokën nëse ishte kundër qëndrimit partijak. Do të thotë ishte vetvetja në shumicën e rasteve. Dhe tash nëse Najt Hasani shihen disa lëvizje, mbase mund të ketë një qëndrim të ri edhe nga ai, personal. Nuk ka lidhje me qëndrimet partijake, por Najt Hasani shpesh herë ka vendosur me kokë vete mbi plot zhvillime, mbi plot ligje, mbi plot diskutime, debate në të kaluarën. E ai Najt Hasani i të kaluarës unë besoj që është edhe tani. Pra, mendon për me bën një zgjidhje, një alternativë të re, nëse veç kam diçka ndonjë lëvizje, siç ka konfirmuar edhe Lutfi Aziri, ku më parë që nëse ju i keni 60 vota, unë jam 61. Pra mund të jetë edhe një Najt Hasan në këtë lloj qëndrimi pak a shumë. Mirë, si e sheh Zeqiri këtë situatë? Sheh një përafri në mes të lëvizjes vetëvendosje, afërsi në fakt, dhe të Partisë Demokratike? Jo, detyrimisht. Kanë qëndrime politike përderisa individ të caktuar mund të bisedojnë përtej linjave partijake. Unë mendoj se lëvizja vetëvendosje dhe Partia Demokratike kanë qëndrime politike zhvillimore për vendin fundamentalisht të ndryshme, kanë dallime programore shumë të mëdha. Kështu që unë besoj pak. E shohen si problem partitë politike programin e tyre, sepse shpesh jemi dëshmitar të asaj që në përfushata asnjëherë disa parti nuk kanë pas prioritet programi dhe madje fatkeqësisht as edhe vetë qytetarët që votojnë nuk bazohen shumë në program. Njerëzit, unë mendoj se përveç dallimeve programore, ose nëse mund të quajmë kështu që dallime programore nuk janë të mëdha, po njerëzit që janë brenda këtyre partive kanë dallime shumë të mëdha për sa i përket interesave, për sa i përket programit, për sa i përket çështjeve tjera. Do të thotë përmendni gjykatën kushtetuese, kështu me radhë, gjykatën në Hag që është gjykatën speciale. Gjykatën speciale, unë mendoj se këtu është kyçi kryesor i dallimeve të pa kapërcyeshme që mendoj unë janë mes vetëvendosjes dhe PDK-s. Përderisa PDK dëshiron që qeveria të jetë aktive në trajtimin e ish-liderëve të luftës dhe të Kosovës që janë tani më në Hag, qeveria... Do të mund të bënte diçka nëse PDK do të vinte në pushtet edhe për ish-kryetarët të cilët janë në Hag? Po, është pak çka mundet me bëjë qeveria e Kosovës në kuptimin e ndikimit direkt, mi po masave tjera, ofrimit të sigurisë, ofrimit të plot të ngrisë zërin në shumë situata kur nuk e ka me deklarata. Mendoj se këto janë elemente të cilat qeveria e Kosovës dhe PDK dëshiron që t'i shtyjë përpara dhe për të cilën gjatë... A do të mundej në një bashkëqeverisje me vetëvendosjen t'i shtyjnë këto përpara, veçanërisht kur bëhet fjalë për gjykatën speciale? Po pikërisht kjo është pyetja, unë mendoj se me ato që kemi pa epizotit Kurti, ai absolutisht nuk dëshiron që të përfshihet në këtë mes, mandje kemi pa deklarata të cilat ndonjëherë kanë shku në të kundërt të saj, duke rëndu situatën të akuzuarve në Hag. Kështu që mendoj se këtu është kyçi i mosmarrëveshjes edhe ato që thash që ka dallime të pa kapërcyeshme mes këtyre dy partive. Por dallime duket ketë edhe me LDK-n, të paktën përfundimisht Abdi Gjiku ka deklaruar mbrëm në një intervistë në Të Shtatë që jo, i thot, në çdo mënyrë lëvizjes vetëvendosje, duke ja rikujtuar edhe një herë deklaratat e famshme të fushatës zgjedhore, liderit të lëvizjes Albin Kurtit. Po, mirë, pra, ky është vendimi i LDK-s dhe në raport me vetëvendosjen e kuptoj, për shkak të kaluarës, kam pas një bashkëpunim... A duhet të merren për bazë ato që thuhen për fushata, sepse për fushata e dim që është për konsum brendshëm për votat qytetarëve. A duhet të merren shumë për bazë ato ofendime që janë bërë, a janë të kapërcyeshme? Në një botë normale, në një demokraci
të avancuar dhe zhvilluar dhe po shihet që një farë mënyre skena jonë politike nuk i plotson asnjë nga këto kushte, njerëzit kanë shumë kujdes edhe kur e bëjnë fushatën. Sepse të gjithë në një botë të Kosovës. Në botën e Kosovës ne jemi mësuar të dëgjojmë ofendime e fyerje nëpër fushata dhe pastaj kishte madje ka dhe vija të kuqe dhe kur vije momenti për të ulur e biseduar të gjitha harron. Pra kjo për neve është bërë një normalitet që nuk do duhej të bëhej, e për të mos bërë kjo normalitet, qytetari këtë situatë ndron me votën e vet. Sa herë vinë zgjedhjet, ka kujdes dhe një farë mënyre i penalizon politikisht ata që bëjnë këto gjëra. Por LDK, okej që nuk e dëshiron me bashkëpunimin me lëvizjen vetëvendosje për arsyet e veta që i kanë thënë. Por kritika ime shumë e madhe për LDK-n është. E gjitha jo fushat, se dëshirojnë të na përmisojnë kushtet, se nuk dëshirojnë t'ja mundsojnë pra ta heqin këtë qeveri kaq të keqe dhe tani të mos tregojnë asnjë shenjë për të ofruar me partit të tjera të cilat ishin në opozit, kjo është e papranueshme dhe vetëm të fundit... Mendoni që është Lidhja Demokratike që nuk është e gatshme atë bashkohet dhe me partit të tjera opozitare, PDK, NOAK-n? Mendoj unë Gonxhe, pikërisht, sepse ajo deklarata e parë LDK-s... Pra është LDK që përmban pezull në këtë rast edhe qeverinë aktuale dhe ish opozitën? Unë mendoj që LDK... Për të krijuar institucione? Unë mendoj që LDK me këtë pozicionim të vetin, me të cilin thotë se neve votusi na ka votuar për të qëndruar në opozit, e që nuk është vërtet, sepse kur kanë shku me kërku votën të njerëzit, ata nuk ju kanë thonë, okej, ne ndoshta qëndrojmë, po kanë kërku votë për të udhëhequr, për të marrë përgjegjësi dhe nuk është korrekte të thuhet ne votën e kemi marrë për të qëndruar në opozit. Unë nuk pajtohem me këtë deklarimin e tyre. Kemi deklaratat shpeshta të Abdi Xhiku, i cili ka thënë që në një qeveri do të futen vetëm me postin e kryeministrit. Po, ka deklaru ka herë për idenë se nëse do të bashkëpunonte me dikë, do të bashkëpunonte vetëm nëse pozita e kryeministrit do të jepej LDK-s, por tani erdhi ajo ideja tjetër, një qeveri tranzicionale që në fakt nuk përcaktoi emra kush do të jetë kryeministër ose ministër, por nuk i lakoj këto emra, por thjesht e dhanë si ide. U tërheqën nga ideja ose nga verzioni i pozitës së kryeministrit, tashti janë duke mbrojtur këtë idenë e re për një qeveri tranzicionale që në fakt nga asnjëra parti me gjas nuk ka interes për të bërë pjesë një qeverie të tillë tranzicionale, por do të shkohet një qeverie tjetër normale, sepse edhe unë besoj që nuk ka logjik me shku sot në një qeveri tranzicionale, sepse nuk kena ndaj farë situate tranzicioni, por thjesht do të gjendet një bashkëpunim mes forcave politike që janë aktuale. Por në anën tjetër nuk ka një farë tendencë të bashkëpunimit shpeshas nga lëvizja vetëvendosje, sepse në deklarimet e tyre, në vend që të dalin të flasin pak hapta dhe me një gjuhë pak më të butë dhe me bashkëpunuese, ata përsërit gjuajnë edhe sulmojnë aktorët e tjerë. Do të gjatë ditës së djeshme, dolën thanë që po ja këta kanë votu za Ednicën, e s'po votojnë për neve, dyshysh. Apo dëshiron me pas të një parafrim me qëta njerëz, apo dëshiron me vazhdu këtë farë largimin dhe distancimin ose ofendimin me të tjerët, dhe kur nëse ti ofendon, si po pret ti përsëri me të ofru ata bashkëpunim në secilin variant tjetër, qoftë në kuvend, qoftë për qeveri. Do thotë është e njëjta gjuhë, si në kohën e fushatës, si në këtë situatë aktuale, përderisa përsëri vetëvendosja është nevojli këtyre. E është pa logjikshme. Pra, zëqiri vetëvendosjet e kanë mbetur në një mënyrë që i duan njerëzit, po në anën tjetër nuk është qysh po thotë dhe e nisi, shpesh dhe ti ofendoj dhe ti largoj. Po dëshirojnë apo s'dëshirojnë ta bëjnë qeverin me këto veprime që ne po i shohim, duke i komentuar këto veprime. Përgjithsisht, unë vishë ndërlidhë në para se dalë këtu, unë mendoj se është një ndër qëndrimet më të mira të LDK-s që të mos prononcohet për një qeveri të opozitës. Pse mendoni kështu? Po ky prononcim, në këtë moment, mas pare kur ende nuk e ki mundësin, ende nuk ka kalu hapit tek qeveria e opozitës. Po nuk po e kalojnë hapin, sepse kjo mundet me u kalu shumë blet besoj. Pikërisht që nuk e kalon, dhe më thonë prononcimi në këtë mas, vetëm sa do t'i kontribon të asaj narrativës që jo dhe ne të vetëvendosjes. Partitë opozitare janë partitë ndryshme, dhe se nuk duhet që e krejt spekti politik i Kosovës të ekzistoj vetëm kundër Albin Kurtit. Nuk duhet të identifikohet krejt partitë në opozit
si parti kundër Kurtit. Mendoj se kjo mas shumëti e dyzon në mënyrë artificiale skenën politike në Kosovë, e cila është në rast se vjen, dështon qeveria, të i kalohet ky hap dhe dështon qeveria, dhe më thonë partia e parë, atëherë mund të flitet për shkat qysh tek. Mi po në këtë moment është absolutisht vetëm kështu biseda koti përsa i përket qeverisë opozitës. Kjo është në ne. Në ndë, unë mendoj se lëvizja vetëvendosje nuk historikisht, jo vetëm tash, sepse deklaratat politike u përmend këtu para fushatës zgjedhore. Deklaratat politike para fushatës zgjedhore mund të jenë pak më të ashpra, mirë po mas fushatës zgjedhore, mas i mbyllën vend votime, nuk ka kurrë arsye që të jenë të ashpra. Dhe këta e kemi pa prapë. A harrohen, a du të ka përdijen këto deklaratat e fushatës? Po, zoti Kurti ka bërë deklarata edhe mas fushatës. Mas janë mbyllë zgjedhjet. Ajo është më rëndë edhe ato për përmendin, se ato të kohës fushatës nuk përshojnë përmendin. Kështu që këto janë ato elemente që, plus që historikisht, shë kush ka, ju është afru vetëvendosjes, atë përvojën e hidhur që ka pas LDK-ja në vitin 2020, të gjithë partit e tjera, ose duhet mu shkry dhe të funksionojnë kuadrë të lëvizjes vetëvendosje, ose për ndryshe identitet tëndin në bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje. Nëse jemi tek kuvendi, sepse përmendem që nuk ka kalu ende hapi tek qeveria, tek kuvendi e kemi idenë tash të një mundësie të bërje së kryeparlamentarit nga ana e Fatmir Limës si pozicion. Gjatë ditës së djeshme patëm 2 qëndrime nga deputetët minoritarë që mund të kenë vota lan të hapur mundësinë për të pasur vota për Fatmir Limën si kryeparlamentar. Por nuk besoj që vetëvendosja i azë besën Fatmir Limës që të afut në pozicionin e kryeparlamentarit. Sepse, sipas tyre, sepse unë besoj që Fatmir Lima është shumë më i afërt historikisht me PDK-n e LDK-n se sa me lëvizjen vetëvendosje. Nëse nesër votohet Fatmir Limaj si kryeparlamentar, ka mundësi ta votoj edhe një qeveri të ish opozitës, për shembull, i thot premton që bëhet kjo qeveria, mirë po, nëse rastisht me pa numra zotri Kurti, me gjithat zotri Limaj mbetet në kryeparlamentar, ndërkësh në një qeveri tjetër mund të votoj për dikë tjetër. Se nuk do t'i jap votën kujdo që mrin aty të 60, do me thonë, është për numrat e tij, ai do të jap votën. Dhe këtu është edhe frika Albin Kurtit që heziton të bëjë, sepse nuk është që nuk po dëshirojnë të bëjnë Limajnë për shkak që kjo është pozitit e kanë lëvizjes vetëvendosje. Në të kaluarën, Glau Konjusa ishte tërhequr, si nga LVV dhe kishte lëshuar këtë pozit për Vjosa Osmanin. Po, frika është se me gjithat, zotri Limaj është një politikan me përvoj shumë të madhe, dhe u pa dhe në këtë zgjedhje në një koalicion me partit, me AK-n dhe me të tjerët, arriti t'i nxjerrë 3 deputet, dhe kjo është me gjithat tregon për atë përvojën e tij në këtë kuptim. Po, për të kthyer atë që shumë shkurt, se zotri Kurti nuk po ka interesim për bashkëpunim. Pasi mori refuzimin nga LDK, për arsyet e veta, në anën tjetër, në një intervistë që e dha, tha, PDK duhet ende të reformohet. Do të thotë, me njerë i vuri një mur refuzimi, ende pa provuar të afrohet e kjo po më tregon që zotri Kurti nuk ka interesim. Pse nuk ka interesim? Po dëgjoni, veçanërisht të bashkëpunoj me Partinë Demokratike të Kosovës? Unë mendoj që edhe partia me Partinë Demokratike të Kosovës nuk do ta kishte shumë të lehtë si që është. Pse? Dëgjoni, Partia Demokratike e Kosovës njihet për, do të LDK gjithmonë banat vjen institucionaliste, nuk dëshiron të aprish, do të të imazhin, kujdese, por PDK në anën tjetër është më direkte, nuk toleron gjëra që për shembull i duken asaj që nuk bëjnë. Unë mendoj tani, mirë po dua të them që kjo qasje e zotrit Kurti më bën që zotri Kurti nuk dëshiron as pak ndoshta të qeverisë për shkak të vendimeve të vështira që duhet të mirën. Kështu që një zvarritje dhe mendon që do të arrijë në zgjedhje tjera ta zvarrit këtë situatë. Kështu në zgjedhje tjera të marrë 50% që se besoj që do ta marrë. Zotit Kurti për bashkëpunim me PDK-n nuk është çështja e qasjeve politike, mi po është çështja që PDK ka
votues stabil. Që nuk i le harrova të përmend. Nuk ka lëvizshmëri, domethënë i ka zonat e veta, qendrat dhe votuesin e ka shumë më stabil se sa që e ka Lidhja Demokratike. Kështu që me morë votues prej Lidhjes Demokratike, sipas kalkulimeve të Kurtit, është shumë ma lehtë dhe këto e ka bo dhe mi po me morë votues prej Partisë Demokratike është shumë ma vështirë, sepse votuesi i Partisë Demokratike është shumë ma i vendosur në kuptimin Në besnik në aty ku Po, a ka të bëj pak edhe me Partinë Demokratike, me qoftë me liderin, drejtorin, deputetët, antarët e PDK-s? Na i përmenëm ato dallimet kryesore, gjithsesi se një strukturë, sidomos ajo që vjen prej ish antarëve të UÇK-s, shtabet përgjithshëm të cilët janë ende pjesë e PDK-s. Mendoj se... Fundja në atë letrën e LDK-s i dërgën ato mesazhet që me juve nuk kam hatër, kam pas hatër me ata të tjerë, tash i një reformuar së LDK. Po pastaj Kurti pas ka me reformuar edhe PDK-n. Edhe pse edhe PDK është reformuar, sepse sot e kemi membri Krasniqin, merret se kemi pasur, kemi këtë do struktura të reja, normalisht që janë do akter të kahershëm, por në strukturë janë këgja gjenerata të reja që është reformuar. Mirë, Enes, kur Bedri Hamza? Bedri Hamza po e vazhdon komunën dhe me gjas do ta vazhdoj garen përsëri sepse tash veç kishin nisur gjatë ditës së djeshme në Gjilani ish konfirmu kandidat nga Arber Ismaili nga LDK-ja, në Kamenic Kadri Rahimaj kandidati vetëvendosjes, Gazmen Maxhere në Pej përsëri është konfirmu nga Lumira Bigjiku, do të ka nisur të nisin këto konfirmimet për kryetarës e kandidat të mundshëm për zgjedhjet komunale, tash janë fokusu në zgjedhjet komunale. Edhe në këtë rast edhe Bedri Hamza me shumë gjas është fokusu sepse pa që me gjas nuk përshë një formim qeverie që ai mund të jetë një megjithatë nuk kemi dëgjuar asnjë prononcim të tij për gjithë këtë situatë që është duke ndodhur. Po për këtë politika e kalon Memlit. Jo, megjithatë si kandidat për kryeministër që i priu kësaj gare të madhe të PDK-s dhe nuk arritën rezultat të keq, unë mendoj që zotri Hamza, ndonë se e ka obligimin e vetë në komunë, do t'ishte të pak të mirë të ishte pak i pranishëm me ndonjë deklarat, me ndonjë diçka që njerëz ta dinë që ai ende e ka dhe interesimin këtu. Sepse kjo ndikon të njerëzit. Ai profili politik i zotit Hamzës është i tillë që si ekspert, si ekonomist, nuk është si ndonjë politikan dhe mendoj se po vetëm që ai kandidat për kryeministër mund ta bëjë edhe dëm. Nëse Bedri Hamza mund të përfshihet në këtë lloj ngërshi, atëherë mund t'i dëmtoj edhe në zgjedhjet lokale nëse hyn përsëri. Është mjaftueshme për profili vetëm teknik, ekonomist, ekspert për të qenë kryeministër. Ai është megjithatë, jo po që po thot për shkak që është ashtu. Unë kam pasur rast të të atakoj, është një ekspert shumë i mirë, po edhe një politikan shumë i matur. Po unë besoj që ai të jetë pak i pranishëm në mes. Unë mendoj që ai me dëshirë është tërheq, sepse e kalon atë prononcimet dhe udhëheqjen politike tek për të mos shkaktuar çarjet brendshme brenda partisë, duke ditë situatën delikate që është partia pa lider të saj këtu. Kështu që unë mendoj që për atë mënyrë, unë pajtuna që ai do duhej, duke qenë se ishte kandidat për kryeministër, do duhej që të prononcojë shumë më shumë. Ashtu. Po si duket ekziston një linjë e cila nuk e pamundson ato që të prononcohet, dhe ai nuk dëshiron që të shihet si element destabilizues brenda partisë. Një prononcim. Pra po them, përfshirja, kushdo që përfshihet në këtë lloj ngërçi, mendoj që i bën dëm në zgjedhjet të ardhshme të mundshme. Edhe zoni Haxhiu në shumë qarqe është duke u laku që po dëmtohet imazhi i saj, një aktiviste të rryer të vetëvendosjes që ka kaluar këtë kohë të gjatë emri i saj duke mos u votuar. Në këtë rast edhe përfshirja e Bedri Hamzës në këtë situatë mund ta dëmtoj potencialisht në zgjedhjet të ardhshme të mundshme nëse zotri Hamza e ka qitur pikën që do të kandidoj përsëri. Unë mendoj që jo. Unë mendoj që jo. Sepse nuk mund të ketë, është një zë, është Membri Krasniqi. Membri Krasniqi e kemi çdo 2 ditë në
në paraqitin e parë në Kuvendin e Kosovës. Aludojmë në atë që zotri Bedri Hamza të jeti pranishëm çdo ditë të deklarohet. Pa i ka dhënë disa intervista edhe... Prej fillimoti, prej si që jemi në këtë situatë, unë nuk e kam parë. A ka obligim në fakt? Është mirë, sepse... A ka obligime të tjera në komunë të Mitrovicës? Është shumë e mirë, po ato vota që i ka marë PDK, i ka marë me leadershipin e Bedri Hamzës. A ishte kandidati për kryeministër. Më falë, po them në listë ishte i pari, do thotë e ka një përgjithësi. Ka qenë i pari, votat e PDK-s nuk janë vetëm të Bedri Hamzës. Kuptohet se nuk është rasti i PDK-s këtu si kur i vetë vendosjes që i marë në Ambert Albin Kurtit. Mirë, po në kuptimin që i ka pri kësaj liste, mendoj që e ka një përgjithësi që ko paskohet të bëjnë dhe një prononcim politik për situatën kaq, se nuk po kërkohet më shumë. Po mos të zhduket krejt nga skena. Zëqiri për fund. Po mendoj që situata është pa vëlliqme gjithandej, ka pak mundësi, gjdo zgjidhje, edhe nëse bazë zgjidhje në këto momente, mendoj se do të ketë zgjidhje kuptimin e një zgjidhje krejtësisht përkohshme. Fatkeqësisht Kosova nuk do të ketë qeveri të fuqishme deri në zgjedhjet e ardhshme. Zgjedhjet e ardhshme ambahen tash verës, apo shkohet deri tek kriza e presidentës në fillim të vitit ardhshëm, mbetet të shihet çdo që tjetë Kosova është në një amolli politike që nuk do të zgjidhet shpejt. Kjo amolli fatkeqësisht po vazhdon në situatën më të rëndë të qytetarit. Gjatë ditës së djeshme, mu personalisht më ka ardhur fatura me rritje prej 16% energjisë elektrike, po besoj edhe shumë kujt i ka ardhur, sepse tash kemi hyrë në fazën kur llogaritet çmimi i ri me 16.1%. Bizneset do të futen nga një qershori e tutje me një faturë që sipas tyre është edhe më e shtrejtë dhe shumë fish më e shtrejtë, edhe si sinxhir mund të arriten edhe shumë produkte të tjera, edhe vazhdohet ky lloj kaosi dhe amollie brenda institucioneve tona. Për këtë temë do flasim vetëm pas pak me të ftuar të tjerë, zonja Shkodra, zotri Zëqiri dhe zotri Reqica, faleminderit që keni qenë së bashku. Faleminderit, Gonxha. Takojmë pas pak.